Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam burr i rritur, i martuar prej vitesh dhe kurrë nuk e kam menduar se do të vija në pikën që të ndihesha i pakënaqur në një aspekt kaq të ndjeshëm të martesës. Jo sepse gruaja ime nuk është e mirë, apo sepse nuk e dua. Përkundrazi, por ndonjëherë dashuria nuk mjafton për të mbuluar heshtjen. Me kalimin e kohës, kam ndier se afrimi mes nesh nuk më jep më të njëjtën kënaqësi si më parë. Kjo më ka krijuar konfuzion, pasiguri dhe mbi të gjitha ndjenjën e fajit. Si ti thuash një gruaje që diçka të shqetëson pa e bërë të ndihet të gjykuar? Problemi nuk ishte trupi i saj, ishte mendja ime, pritshmëritë e mia dhe fakti që nuk flisnim hapur. Kam lexuar, kam dëgjuar komente, kam krijuar ide të gabuara për trupin femëror dhe këto ide më kanë futur në një kurth ku fillova ta shija marrëdhënien tonë përmes frikës dhe jo përmes afërsisë. Në vend që të flisja, u mbylla në vetvete, u bëra shumë i ftohtë, fillova të shmang momentet e afërsisë dhe ajo e ndjehu. Më pyeti nëse kishte ndryshuar diçka, nëse po më humbiste, dhe aty e kuptova se e padrejtë ishte heshtja ime. Kur më në fund fola, nuk fola për trupin e saj. Fola për ndjesitë e mia, për pasigurinë, për dëshirën që të rigjenim lidhjen mes nesh. Ajo më dëgjoi, u mërzit, por foli. Më tregoi se sa presion ndjente mbi veten, sa e lodhur ishte, sa pak e kishte ndier veten të dëshiruar kohët e fundit, sepse në fund të fundit nuk varet nga ajo madhësia e organeve të saj. Ajo bisedë nuk i zgjidhi të gjitha, por hapi një rrugë. Mësova sa shumë nga ato që mendoja për trupin ishin mite dhe legjenda. Mësova se afërsia nuk vjen nga krahasimet, por nga komunikimi, durimi dhe kujdesi për njëri tjetrin. Sot ende po mësojmë të flasim më herët, të mos mbajmë gjëra brenda, sepse kur një problem nuk thuhet, ai rritet dhe kthehet në distancë. Dhe distanca është shumë e rrezikshme se çdo pakënaqësi e thënë me respekt.